Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në konferencën e sotme përshtyp nga Selia Blu bëri një deklaratë të fortë kur njoftoi se Partia Demokratike ka tashmë në dorë laptopin e patronazhistëve të Partisë Socialiste. Berisha thot se aty zbulohet veprimtaria kriminale e zgjedhjeve të 11 majit, por nuk jep më shumë detaje. Sipas tij, ata që përpiqen t'u imponojnë shqiptarëve një proces të tillë zgjedhor gabojnë rënd. Padinda Ilirian Celibashit, ai që e ka autorizuar këtë, përgjegjësinë ligjore e ka ai që e ka autorizuar. Kërkesa jon ka qenë e prerë që nuk mund të ketë nën kontraktor dhe është e shkruar në kontratë që nuk mund të ketë nën kontraktor dhe në fund ne kemi dokumente. U paraqesim këtu komunikimi i drejtuesve të PS-s me nën kontraktorët. Jemi plot me dokumente. Laptopi flet shumë. Do dalin të gjitha këto. Dhe ata që përpiqen t'u imponojnë shqiptarëve një proces të tillë, unë mendoj se gabojnë rënd. Kjo nuk imponohet më. Unë nuk mund të them çdo gjë. Kanë zhvilluar veprimtari kriminale me laptop. Laptopi është mjet krimi për ta, paralajmëron Berisha. Sa i takon mesazhit të ambasadës amerikane për 11 majin, Berisha fton shqiptarët të lexojnë atë të 2021-shit për të kuptuar thelbin. Urohen shqiptarët, as nuk mohohet, as nuk pohohet farsa. Këtu ka një gjë. Ne që denoncojmë çdo ditë njihemi me prova e fakte të reja, sepse nuk mund t'i analizosh të gjitha në një kohë. Pse nuk e përshëndeti Edi Rama atë urim? Ai po e priste si diçka hynore atë urim. Pra faktikisht, ai rezultoi asgjësimi i Edi Ramës, thot Berisha.